Të dashur qytetarë të Rondës, i nderuar kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti, shumë të nderuar deputet, ministra, kandidat për deputet nga lista jone Begat, të respektuar përfaqësues lëvizjes në Theron të aktivistë dhe mbështetës palodhur të saj, të nderuar partner të çmuar të koalicionit ton fitues nga Partia Guxo e nderuar Adonik, i nderuar Zef nga PSHDK dhe nga Alternativa, të nderuar përfaqësues të bizneseve të Rondës dhe shumë e dashur Mërgat. Është kënaqësi të takojmë njëri tjetrin sonte këtu së bashku dhe ju falenderoj për praninë tuaj këtu, sepse jemi pikërisht ne qytetarët e angazhuar dhe si ju që i japim gjallëri lëvizjes dhe japim forcë çdo ndryshimi që vjen në qytetin tonë. Sot është dita pare e qershorit, edhe muaji qershor ka disa simbolika të veçanta që lidhen me shtetin tonë, kombin tonë dhe organizatën tonë politike. Sot me karta ndërkombëtare të OKB-s është dita e fëmijëve, që është simbolika e së ardhmes, e prosperitetit, e brezit të rinj, e lëvizja ka pas një konsiderat edhe qeveria Kurti ekskluzivisht për familjet dhe për fëmijët. Gjithashtu në datat dhe ngjarjet e shënuara në kuadër të muajit qershor, është edhe një datë tepër e rëndësishme për kombin shqiptar, është lidhja shqiptare e Prizrenit, një tentativë dhe iniciativë për shtetëformim dhe përparim të kombit shqiptar. Gjithashtu, qershori përkon edhe me një datë tjetër të rëndësishme, pra me ditëlindjen e lëvizjes vetëvendosje. E këtë vit, datave të rëndësishme të qershorit, i shtohet edhe fitoria e madhe e lëvizjes vetëvendosje me 7 qershor. Pra, dhurata më e mirë që mund t'ja bëjmë organizatës sonë në këtë proces zgjedhor, pra një fitore bindëse dhe plebiscitare. Formulën të dielën e kemi të qartë dhe të lehtë. Më 7 qershor, nga ora 7 deri më 7, votojmë e në mbrëmje fitojmë e festojmë. Këtë diel fjallën e keni ju dashur qytetarë të Rondës e gjithë Kosovës, andaj unë juftoj ta thoni atë qartë në numrin 116. Çdo vot për numrin 116 është një hap drejt një shteti që e meritojmë, krejt për shtet dhe shtet për krejt. Të nderuar pranishën, tani kam nderin të ftoj për fjalën kryetarin e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrin e Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurtin. Kryeministër, fjala për ju. Të dashur qytetarë të Suarekës, faleminderit shumë që na keni prit me një atmosferë kaq të ngrohtë këtu në Suarek, na keni bërë bashk në fillim të javës
të javës në fund të së cilës do të votojmë bashk, do të fitojmë bashk e do të festojmë bashk këtu në Suarek e onën banë Republikës Kosovës. Ashtu qysh me 28 dhjetor, na keni sjell vitin e ri 3 ditë ma herët se sa që shkru në kalendar, të dielën e ardhshme me 7 qershor, bashkaresht do ta sjellim verën në pranverë 2 javë para se që shkruan në kalendar. Pra me 7 qershor. Dhe a dini çfarë? Edhe numrin e kena të njëjtë. Me 28 dhjetor, 116, me 7 qershor, 116. Në mandatin e kaluar, jemi përqendruar pikërisht për ato shtresat popullsisë, për atë pjesë të territorit dhe për ato fushëveprimtari që të tjerët i kanë lënë anash, i kanë shpërfillur. Nënat, fëmijët, veriu, bujqësia, ushtria kanë qenë 5 çështjet ku e kemi vënë fokusin si qeveri e mbar edhe e mirë, duke nisur për herë të parë në Republikën e Kosovës me shtesa për nëna lehona dhe shtesa për fëmijë që paguhen në emër të nënës, me çrast mbi 100.000 gra për herë të parë në jetën e tyre kanë hapë gjerëllogari bankare. Ne shtesat i nisëm me 10 euro e 20 euro për fëmi, tash së fundmi ato janë 30 euro dhe 45 euro, 30 euro për ata të cilët i kanë 1 ose 2 fëmi, e 45 euro nëse kanë 3 fëmi e më shumë. Ne shtesat do t'i vazhdojmë, por edhe do t'i shtojmë. Gjatë mandatit të ardhshëm, shtesat për fëmi do të dyfishohen, kush i ka 2 fëmi, i merë 120 euro në muj, kush i ka 3 fëmi, i merë 270 euro në muj, 4 fëmi, 360 euro në muj, 5 fëmi, 540 euro në muj. Sa ma shumë fëmi në familje, aq ma shumë shteti do t'ju mbështes. Në veriun e Kosovës janë eliminuar strukturat paralele të sigurisë, janë eliminuar administrata e Serbisë, është eliminuar çdo grup kriminal, janë mbyllur të gjitha rrugët ilegale, është ndaluar dinari si mjet pagese, paguhet energjia elektrike pas më shumë